angazhimi që kërkon ushqimi, shëtitja, aktiviteti, trajnimi për çdo ditë është mjaft i madh, po sidomos noa që sikur racë kanë predispozita me pas probleme me alergji, noës na krejt ushqimet ja përgatisim në shtëpi, perimet, mishin, krejt ja zim vetë, për shkak që mos me pas probleme me alergjin. Koha ma e vështirë për noën është vera, kur alergjia është shumë ma e shfaqun të ta, edhe mundohemi sa ma pak me majt gjatë ditës jashtë, veç në mëngjes ose në ramje vonë. Aktiviteti fizik që kërkon noa është mjaft i madh. Dalim 2 ose 3 herë në ditë veç në shëtitje, në ecje, në vrapim, pastaj 2-3 herë në ditë edhe lujmë me top ose me lojën me ballona që i pëlqen këtij mas shumti, me fluskat e shamponit. Edhe ato nuk janë shumë të shëndetshme, po na e përdorim shamponin e noës që është hipoalergjen për me ja bo fluskat që mos me pas ndonjë reaksion.